Unë mendova personalisht se Blerta dhe Princi Leka, nuk e di pse, po pyetja që ishte thjesht e drejt për drejt, ora Arbana është aty, mora vesh që Arbana Osmani nuk do t'jetë e pranishme në këtë ceremoni, në këtë fejes, që ka vendosur ta bëjnë larg syrit të medjave, larg syrit të paparazzve, larg syrit të portaleve, çifti i përfolur, çifti i Princit Leka edhe i Blerta Celibashit. Nuk dihet nëse Blerta duke të ftuar aty koleg fotograf, duke qenë se është një fotograf e njohur, por nëse ka aty fotograf, tani një foto le ta nisin se dreqe e mori, njerëz jemi dhe ne, edhe me zi shpresim raste të tilla si këto. Mirë, kjo ishte mënyra më e mirë që ai çift mund të vendoste kapak një herë për gjithmonë asaj telenovele të panevojshme që lindi për lidhjen e tyre, duke qenë gjithmonë mes diskutimeve, gjyqjeve, u publikuan disa video ku Princi Leka akuzonte për dhunë, ndërkohë akuzoi për dhunë dhe nga Alia, të gjithë kemi parë ato video që shpresojnë të zhduken sa më shpejt nga interneti, sepse vajza nesër pas nesër do të rritet dhe nuk është mirë për asnjë fëmijë që të shikojë situata të tilla që janë momentale mes çiftit, mes prindërve. Sidoqoftë, ajo që do mbahet mend do të jetë një ceremoni e bukur dhe në ceremoninë që do të jetë e bukur sepse është super location Kep Merli, edhe koha është fiks për këtë, është fillimi i tetorit, kohë fejesash, se dasmat janë shtator më shumë, do të jetë një kujtim shumë i bukur pikërisht për vajzën e vogël Geraldina, e cila do të jetë e pranishme pikërisht në këtë fejesë të babait të saj, Princit Leka, me të fejuarën me nusen e re Blerta Celibashi. Çiftit ju urojmë suksese, të trashëgohen.